kandidat. Pas 100 ditësh qeverisje Malati në majt, Ilir Meta vendosi t'i jap fund muajve të mjaltit me ish partnerin e tij në koalicion Sali Berisha, duke lëshuar në adresë të tij një seri akuzash. Kreu LSI shfrytzoi mbledhjen e kryesisë së partisë për të fejsuar ish-kryeministrin për mosmarrjen e statusit. Meta tha se Olanda bllokoi statusin pasi Partia e Lirisë ishte kundër Shqipërisë duke konsideruar si vend islamik në Europë. Dhe i kujtoi Berishës se ishte ai që firmosi antarësimin e vendit tonë në Organizatën e Shteteve Islamike dhe në këtë pikë e ftoi ish-kreun e qeverisë që së bashku të udhtojnë drejt Holandës për të bindur autoritetet atje se Shqipëria është mbi të gjitha një shtet evropian. Dëgjuam nga shtatori deri ditë para se Parlamenti holandez vendoste veton për Shqipërinë, që statusi ishte kontribut vetëm i Partisë Demokratike dhe i qeverisë Partisë Demokratike. Ne na kishte përjashtuar fare që kishte qenë koalicion 4 vjet. Dhe po e bënte dhurat mazhorancës dhe me njëherë sa po ndodhi kjo gjë, gjithçka u kthye në të kundërt. Madje për herë të parë zbuloi që Holandën e bëri skeptike Edi Rama, Ilir Meta e kështu me radhë. Ndërkohë që harron që zëvendësministri i tij, kur ky ishte kryeminist, kërkoi shpalljen non grata të ambasadorit të nderuar të këtij vendi në atë kohë. Meta kritikoi ish-kryeministrin edhe për qëndrimin që po mban ndaj Fondit Monetar Ndërkombëtar, duke mos harruar t'i kujtojë se kur qeverisnin bashkë, Sali Berisha kundërshtoi kërkesën e LSI-s për bashkëpunimin me një nga institucionet më të rëndësishme financiare në botë. Berisha ka qenë tërësisht koherent në qëndrimin e tij përjashtues dhe paragjykues ndaj FMN-s, siç ka qenë edhe para se në Shqipëri të falimentonin piramidët. Pra, kohë kur FMN-ja i kërkonte që të mbyllte piramidat në mënyrë që vendi mos shkonte në një kolaps financiar, ashtu siç ndodhi. Zotëria nuk e dëgjoi FMN-n, Shqipëria rrëshqiti në një humner financiare që sollin pas ato pasojat politike dhe krizën e vitit 97. Duke u ndalur tek projekt buxheti për 2014 dhe paketën fiskale, Meta tha se faltyre do të ristrukturohet ekonomia, do të përmirësohet situata financiare dhe do të reduktohet borxhi dhe deficiti.